Kryeministri i vendit Albin Kurti u mashtrua nga komedianët rusë dhe sigurisht reagimet ishin të shumta. Komedianët rusë Vovan dhe Lexus u paraqitën si presidenti i Letonisë dhe arritën të bisedojnë me kryeministrin, duke ndihmuar këtë akt mashtrimi të bëhet viral. Zyra e kryeministrit të Kosovës reagoi shpejt, duke konfirmuar se kjo ishte realizuar menjëherë pas zgjedhjeve të nëntshkurtit, në një periudhë kur kryeministri po merrte shumë telefonata dhe mesazhe urimi për rezultatin zgjedhor. E pas kësaj video, reagoi lideri i LDK-s Lumir Abdigjiku, i cili u shfaq në një video duke mbajtur kokën me duar në një gjendje shoku, derisa në tavolinën e tij në laptop shihej fotografia e Kurtit gjatë intervistës me komedianët rus. Edhe sekretarja e përgjithshme e PDK-s Vlora Çitaku reagoi duke thënë se të biesh në Grack nuk është pjesa më e turpshme. Më e turpshme është përmbajtja e asaj bisede. Ajo tha se nëse kjo është mënyra se si Kurti flet në takime me ndërkombëtarët, është shqetësuese. E për më shumë informacion, qëndroni në telegrafi.com.